Atëherë dashur, u rikthyem në studio për të vazhduar bisedën përmes platformave tona online. Kam sot të ftuar profesorin Hasan Jashari, i cili është kryetar i shoqatës për shkencë dhe arsime të shqiptarëve Akademia, e cila siç duket është e hapur për anëtar të rinj dhe për cilën do bisedojmë sot pak më tepër në këtë drejtim. Përshëndetje, shumë kënaqësi që ju kam sot në emision. Nuk e di nëse ndëgjohemi. Po? Përshëndetje, profesor, shumë kënaqësi t'ju kem sot në emision. Do bisedojmë në lidhje me shoqatën Akademia, e cila është e hapur apo jo tashmë për anëtar të rinj dhe dëshiron, besoj, të jetë sa më pranë dhe universiteteve. Dua të flasim pak më shumë në këtë drejtim, por fillojmë fillimisht se ku është Akademia momentalisht tani apo me çfarë po mirret. Gjithsesi se ne jemi të hapur ndaj të tjerëve, sidomos ndaj universiteteve. Ajo është një ndër misionet kryesore dhe vizioni i përhershëm. Dhe ne tash për momentin jemi 13 anëtar dhe sigurisht se duam që të rritemi. Edhe që një forme të kemi anëtar të ri. Strukturën që kemi tash, kemi një kategori të profesorëve të cilët janë më të vjetër, të cilët janë doajen, ikona të arsimit shqip në Republikën e Maqedonisë, njerëzit të cilët pas vitit 1991 e kanë rikthyer arsimin e mesëm, kanë marrë pjesë në ndërtimin e universiteteve, edhe të cilët sot janë anëtar të akademisë. Po ashtu kemi një shtresë, ashtu të themi, të njerëzve, po ashtu që kanë qenë pjesëmarrës në ngjarjet pluralizmin politik dhe rikthimin e arsimit shqip në Republikën e Maqedonisë mbas vitit 1991, dhe që pastaj kanë bërë një karrierë, ashtu të themi, universitare dhe tash janë anëtar të akademisë. Po ashtu kemi edhe një grup të rinj, të cilët pra janë produkt i kësaj pune apo i këtyre universiteteve, por edhe njerëz që janë shkolluar edhe jashtë që janë bërë anëtar të akademisë sot. Mirë, qëllimi im është që ne të marrim tani prej universiteteve njerëz të cilët figurojnë lart në indeksimin, ashtu të themi, me punime të mirëfill të shkencore në revistat të cilat janë me faktor impakti, ashtu revista shkencore si që janë botimet me Scopus, do thotë Web of Science, edhe botime tjera, për shembull, që gjithashtu po ashtu figurojnë lart me indeksime me relevancën e tyre shkencore si EBSCO. Pra, ideja, vizioni im është që ne tani tu drejtohemi universiteteve me një letër me të cilën do të kërkojmë që ata çiot universiteteve të vendosin ata të cilët kanë interes që ti rekomandojnë që të bëhen anëtar tonë. Dhe natyrisht kërkojmë njerëz të cilët në Google Scholar, për shembull, janë me mbi 50, 60, 100, 200 ka edhe 300-400, do me thonë, të cilët kanë citime në, ashtu të themi, bashkësinë shkencore ndërkombëtare. Por tek cilat fusha do donit ju ndoshta t'i keni më të fokusuara këto kërkime, apo nga cilat fusha t'i kemi këto pranime të reja, këto hapje të reja të shoqatës? Po ne jemi tash ata që jemi për momentin jemi më tepër të fushave shkencore. Po do të thot dikush pse? Natyrisht sepse edhe interesi atyre njerëzve të cilët kanë aderuar të ne, kanë ardhur, ka qenë që i atyre fusha. Mirë, po të ardhme ne kërkojmë ekspert, të cilët më së tepër janë femra, kemi vetëm 2 femra, kërkojmë t'i kemi një 4-5 për fillim, 6, pastaj kërkojmë fushat të ndryshme kërkimore për të cilët kemi mungesë. Ne jemi të shkencave shoqore, mirë, po kërkojmë më së tepër të kemi edhe të shkencave mjekësore, për shembull. Ne dimë se mjekësia është një problem i përhershëm
do të thotë shëndeti publik, shëndeti i njerëzve, një problem i hershëm ekzistencial i njerëzimit, i të gjithë shoqërive në të gjithë kohërat. Andaj do të ishte me se ardhur për fillim të kemi 1-2, pastaj të shkencave informatike të teknologjive bashkëkohore të komunikimit. Ne dim se sot komunikimi bëhet në largësi edhe bëhet me inteligjencën artificiale. Ja të marrim këtë gjeneratën Z që e quajmë, gjenerata internetit, do të thotë njerëzve të cilët kanë lind pasi në kohën e wireless. Ata janë një gjeneratë e cila shkojnë në shkollë, do të thotë të ditur, edhe vazhdimisht kërkojnë fusha të reja, sekrete të reja, kualitete të reja, dhe natyrisht se këto kuadro do të ishin të mirë se ardhurat e ne. Por, kërkesa jonë, dhe thonë, apeli jonë është që të na bashkohen. Ne i thirrim për shembull në për konferenca shkencore që të vinë, njerëzit hezitojnë për atë se si në kohën kur ishte Universiteti Tetovës, dhe thonë që thoni njerëzit se ai është ilegal andaj këndaj. Ne jemi të regjistruar si shoqata, me thonë, nuk merremi me politikë, ne merremi me shkencë, me thonë, dhe shkencën në çdo shoqëri, në hapësinë dhe kohë ka vlerën e saj. Sidomos në shoqëritë perëndimore, me thonë, kapitalizmi industrial ka ecë përpara ide e progresit të shoqëror pikërisht në bazë të dijes, në bazë të kualitetit të dijes edhe të raportit shoqëror ndaj dijes. Këtu raporti shoqëror ndaj dijes është në ulët, sepse njerëzit të cilët e udhëheqin këtë shoqëri, ata duhen të përfitojnë nga partidoria e njerëzve, nga kjo situatë. Kjo shoqëri nuk do të ndryshojë, nuk do të ecë ta mbaj hapin me të tjerë. Kjo është problemi. Jeni munduar, keni pasur bashkëpunime deri tash me universitetet, ju jeni afruar ndoshta me këtë qasjen që dëshironi të pranoni antar të rinj dhe dëshironi të ndëgjoni rekomandimet të tyre apo sugjerimet të tyre, ndoshta edhe vetë propozimet që ato kanë. Ne kemi një bashkëpunim të mirëfillt me Universitetin Nën Tereza. Rektori është tregu shumë i sinqert me ne dhe shumë ashtu dashamirës, edhe shumë bashkëpunuese në ka ofruar bashkëpunim, dhe thonë që ne i falenderojmë. Po ashtu, Universiteti Tetovës na ka thirrë disa herë kemi qenë atje, mirë, por nuk kemi vendosur ende një bashkëpunim të mirëfillt. Sigurisht aty ka edhe ndikime politike, por mendojmë se qasja e tyre është pozitive për të ne. Vetëmi universitet që në një farforme në ka bëhe dhe dëm është Universiteti i Europës Juglindore për shkak të atyre të kaluarës, atje një pjesë e kuadrit që jemi ne këtu, kemi punuar atje dhe natyrisht se atje kemi njerëz që janë bërë antar të gjithë akademive dhe mendoj se bota, do të thonë, janë ata nga vetveçja nuk shohin për jetë kur gjatë. Mirë po mendojmë se tjetër janë universiteti nuk është i dikujt, do të thonë që të sillet si faraon, por universiteti është pronë publike, është e studentëve pikë së pari, e profesorëve, pastaj vinë ato tjera, do të thonë rektori apo rektori i rektorit. Mirë, në cilat projekte po punon për momentin akademia, apo ku është të fokusuar më shumë, edhe para shumë gjeni mbështetje të kënaqshme për këto projekte apo në përgjithësi për planet të realizuara deri më tash? Ne momentalisht punojmë e kemi mbaruar, por se kemi mbaruar projektin për analizën kritike të librave shkollore dhe programeve shkollore dhe kemi ardhur në një të disa rezultate jashtëzakonisht dëshpëruese. Do të thotë, ne mundohemi vazhdimisht reforma, fjala reforma është fjalë më e përdorur në parlament, në gazeta, ndaj të ministrat, të deputetët, të shoqëria civile, mirë po ne sikur që ndryshojmë, duam të ndryshojmë, ama me kushte të mbetemi të njëjtët përsëri. Pra, tu është punë e privilegjive që ka njerëzit që po që se ndryshojnë atëherë do të vijë dikush tjetër, apo
një farforme do të cënohet interesi i tyre. Andaj, ne me këtë projekt, tash që kemi në shtyp, kryeministrit i është dërguar, Ministrisë së Arsimit, pastaj Enti Pedagogjik Republikan do të shpërndajmë për shkollat, do të shpërndajmë të gazetarët, do të nxisim opinionin publik që të jetë më kritik ndaj programeve mësimore. Nuk mundet gjenerata Z, gjenerata e tashme, kur fëmijët shkojnë në shkollë, e dinë anglishtën, e dinë, do të thotë, gjuhën e internetit, janë të shkathët, punojnë me gishta, do të thotë, dinë botën, edhe të punojnë me programe shkollore të cilat janë të vitit 2003. Paramendoni, 2002, çfarë shkolla është ajo? Me libra të cilat janë po të atyre viteve, do të thonë. Këtu pra flasim për një disproporcion mes dëshirave. Pra kemi di realitetin. Një realitet atë që e thot ministri, që e thon deputetët, që e thot kryeministri, edhe një realitet tjetër ajo që është që tregon hulumtimi i, do të thonë, i kemi skenuar ata libra, për shembull librat e muzikës kanë një fjalë lart për nxënësin shqiptar, me dëgjime dhe krejt teksti është kënga në gjuhën maqedone. A ka një këngë ka rome, një këngë ka sërbe, një këngë ka në gjuhën shqipe për nxënësin shqiptar. Tjerët janë këngë maqedone, do të thonë. Hynga që të e uqednicit e Ministri i Arsimit kërkoni librat, do të shihni, do të thonë. Këto gjëra ne do t'u avëm në dije opinionit publik që të jetë një sy kritik ndaj kësaj se si punojnë shkollat, me çfarë plan programe punojnë shkollat. Për shembull, gazetarët tonë shqiptar nuk na i botojnë komunikatat, fëmijët e tyre mësojnë në ato libra, edhe një farforme do të thotë solidarizohen me atë se ja këto programe qenë të mira. Si do vazhdojmë tutje? Do të thonë, çfarë është plani apo hapi radhës? Dhe dua të di pak edhe mbi mundësi, dobësit apo le të themi në përgjithësi mbështetjen drejt shoqatës apo akademisë. Po ne në të ardhmen ne mendojmë që një farforme tash të fillojmë atë debatin publik me qeverinë që ne të shndrohemi në një institucion publik për shkencë dhe art. Dhe të kemi finansim publik, të thotë me financime, me donacione, ne e shohim se komunat shqiptare, do të thonë, gjatë vitit 2024 në nxorën para gazetarëve, edhe komuna e Gosivarit, Tetovës, e Zhelinës, edhe e Çajirit zotun se ata do të në finansojnë. Derim tani në kanë bajt, dhe thonë duke në paguar qiran, Riman, internetin, ndekë ne pak argjimet e rrugës për projektet, flasim për projektet, Komune e Tetovës dhe zotri Bilal Kasani. Shkupin nuk paguën, nuk do të folim më tepër. Gosivari nuk paguën, Zhelinën nuk paguën. Por e keqë është në atë se në nëzorën para gazetarëve, edhe disa herë në thanë se ata do të në finansojnë dhe kryua një imazh të publiku, të njerëzit, se ne kemi pare. Se ne jemi, si thonë, njerëz që shfrytëzojnë gjersën e popullit dhe ka njerëz që thonë për s'punani kur gjë merrni parë. Kjo nuk është e vërtetë. Por momentin, ne vetë finansohemi, po si vetë finansohemi? Vetë finansohemi, paguim, me veturat tona shkojnë në punë, me kompjuterët tona shkojnë atje. Punojmë prej shtëpie vazhdimisht, edhe komuna na paguën harxhimet qiran, na paguën Riman, do të thotë. Ja kjo është, mirë po, unë e projekteve, kërkon që të shkojsh në Shkup, që të shkojsh në Gosivar, që të shkojsh në Strug, të shkojsh në Prishtinë, të shkojsh në Tiranë, të lidhesh me, të hapish ndaj opinionit publik. Prandaj, në kritikojnë të jemi të hapur, mirë po, ajo hapja kërkon edhe argjime materiale. Ne kemi pensione, mirë po ato janë pensione tona.
Në këtë rast, me këtë thirrje për antar të ri, për gjithë ata ndoshta që dhe na shohin apo na ndëgjojnë, si t'ju qasemi, si t'i qasemi akademisa, apo të shprehim propozimin apo dëshirën për të qenë pjesë e shoqatës tashmë? Tash, unë përmenda disa gjëra këtu se ne jemi të regjistruar si shoqatë. Mirë po, ne funksionojmë si akademi me të gjitha elementet e akademive. Merremi me atë që të diseminojmë dije, të merremi me çështje të hullumtojmë. Ne nuk merremi për shembull si instituti për trashëgimi kulturore që ka magistratur, doktoratur, ka hapa që e ka ndaj, ashtu të themi në Snajas, në Struk, në Tetov, në Andejka, në Kumanov, ne do të merremi kërkojmë autorizime publike për hulumtim shkencor. Dhe atë, hulumtime të thelluara shkencore. Vetë opinioni publike din se neve në duhet një akademi, sepse kemi mbi 1000 profesor universitar, një 300 profesor universitar janë pensionist dhe akademia nuk është si instituti, do të thonë të punësojnë njerëz. Ne mund të punësojmë vetëm 7-8 vetë administrat, mirë po tjerët të jenë honorar dhe akademikët janë njerëz të zgjedhur, njerëz të cilët në karrierën e tyre kanë të arritura të larta shkencore, siç është Akademia Manut, siç është ajo ka, janë Maqedoni, ka 40 universitete, mirë po ka një akademi, në Prishtinë, në Tiranë, po ashtu do me thënë. Në qenë se Shqipëri ka 2 atje, mirë po këta e njerëz të zgjedhur. Dhe fushat për të cilët ne do të bëjmë hulumtime janë fushat edhe të shkencave shoqërore, edhe të shkencave humane, edhe të shkencave, ashtu të themi, të natyrës. Profesor, unë ju falenderoj shumë, uroj që këto fjalë sa do pak të ndikojnë në qëllimet e juaja dhe po ashtu të ndihmojnë këtë rrugtim që keni nisur edhe këtë iniciativë. Ju falenderoj shumë dhe njëherë dhe uroj që ritakohemi sërish për të tilla biseda me kaq peshë dhe vlerë dhe ju uroj çdo të mirë. E çmoj lart këtë hapje të televizionit Shenja ndaj akademisë. Faleminderit. E tash të dashur, kaq dhe për sot edhe nga ne, unë ju përshëndes duke ju uruar çdo të mirë deri të premte në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje.